na akoma funksionojmë si shoqëri me traditën, domethënë edhe të vjerrive, domethënë baba, nana, burri, gruaja, djali, çika. Familja pak më e gjerë. Këtu ka problematika zakonisht vjera nusja ose kunata, motra, burrit nusja. Këto edhe i vrej unë si problematika. Më thonë, këto pak a shumë nëse i ndajmë si e pastaj ka inspirohen, shumicën e rasteve inspirohen nga rrethi i keq, por edhe nga rrjetet sociale, domethënë pse jo ndoshta nga serialet e nga mediume. Po, serialet edhe domethënë rrjetet sociale, mos komunikimi ose ka rast kur gruaja e caktuar domethënë shkon te shoqja vet edhe ajo i thot ti dush më apo kështu vjerrës, dush më apo kështu burrit, ti si çuçaj, ti si robnesh, ti si ashtu edhe emocionon. Dikush i thot burrit nëse nuk e ke rre gruan tënde ti si e burr. Po. Nëse nuk e ke godit me një shuplak, ti nuk ka kështë e burr. Nësa kjo sipas Islamit askush nuk qëndron. Po. Nuk është i pari burrnisë nëse ti i dhunshëm ndaj gruas. Bile e kundërta është. Nuk është i burr ai i cili e godet një femër. Po. Hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, amanet e Resulullah sallallahu alajhi wasallam kanë qenë gravë. Siç është amanet vasiati i Allahut azza wa jalla, amanet ose përgjegjësi prindrit, amanet ulema e kanë përmend i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam istausu bin nisa khaira. Prandaj silloni mirë me gratë ose amanet pjavla përgjegjësinë mbi gratë juaj edhe ata që keni në përgjegjësinë tuaj. Prandaj është e vërtetë kjo që domethënë nuk i nderon illa kerim vetë i nderumi dhe nuk i nënçman vetë i nënçmuar, domethënë i poshtri. Se është kollaj me thynin. Njerëzit këtë se në analizojnë, me të vërtetë se është një pjesë e natyrës njerëzore kur ndihet se është më i fortë, më i fuqishëm, si zakonisht nëse nuk është i udhëzuar e përdor atë arrogancën e tij për me nënçmu dikën. Ndërsa realiteti tek besimtari është secili llogarit sikur të afërt, sikur ai që është i barabartë me ta, dhe ndaj të secilit sillet ashtu siç na ka porositur pejgamberi sa me moralin më të mirë. Dhe ti e din hadithin ku thotë pejgamberi sa se ka premtuar xhenetin më të lartë atij i cili e ka moralin më të mirë dhe sjelljen më të mirë.